Dashuria pa kushte është gjëja më e bukur që mund të shohësh. Edhe mund gjesh në ditët e sotme. Momentin më i lumtur ndodhi të dielën. Hajde ta thuaj, na thuaj çka ndodhi. Unazën. Buzëqeshni, kini besim te njëri tjetri dhe shok në fund ditës, pastaj çift. Shumë e bukur pjesa e Shqipërisë veriore. Ju kemi nga Shqipëria më? Nga Durrësi, Nga Durrësi. sigurisht. She kena Durrësin. Shumë të bukur si gjithmonë. Edhe i pret vllaznit edhe motrat tona për herë. Për herë, veç vëllezëris këtë vit nuk kanë qenë të kënaqur me çmimet që ja keni bo. Problemi ka qenë me euron, jo me çmimet. A me euron, si zakonisht. Se euro ka ratë, çka të bëjmë? Na me ardh atje duhet me lekë, na shkojnë lekët krejt. Se nuk i dim jena, ka sovash. Qa të bëjmë na? Te exchange-i thy lekët në euro të kthejnë lekë edhe. Okej. Je A e perfekt. keni bre, ka qenë seriozisht, ka qenë ma mungesë shqiptarë Kosovës, nuk kanë shkuar shumë si vjet, për çmimet të larta që kanë qenë. Për çmimet që kam gju, ama kam gju edhe atë tjetrën që kanë shkuar edhe shumë në Greqi, kanë vizituar edhe shtete tjera, jo. E kanë tradhtu si vjet pak. E kanë tradhtu. E kanë tradhtu pak si vjet. Po ju vllau çmimet pak ma tull ta bën, e? Po çka që unë shtrej? Çka që unë ti të Po shtrej? çka duhet një shishe ujë, kushton, ku e di. Do 100 të lek. Greqi. Sa 100 lek. kushton? Në Greqi nuk e di. Ma thuj di sa kushton Greqi. Se ti dukesh që ke po pushimet në Greqi. Ta mërë Dukesh. Në gatë Greqis, në gatë. Një pjesë afër Greqis. Një pjesë. Greqin, dhe më thënë, e Turqis na pjesën. Tash, nuk e di. A më dërgon, a e bën të lumtur, paraja një person nëse një dashuri dhe më thënë, një qift, nëse nuk ka para, a mund me qenë një lumtur? Normal që mund me qenë. Normal që mund është me qenë i lumtur dhe pa para. Qefin e bon dhe me pak. A di me e bo qefin me pak. Po pra, Merë kamët edhe. po ju qift jeni? Qip. Po hajde ma nga për pak, afroni ma për pak. A e keni publike lidhjen? Normal që bo. Jeni të martuar, të juar? Fejuar. U shkon parë, Shumë falinderit a më dërgon të sa vite jeni bashkë? që 4 vite. Që 4 vite. Njoja e parë, me gocen? Jo e parë në universitet. Universitet. Po. Kujtohet. Ke njoja? Kër e pa për të parë. Shumë e bukur si gjithmonë. Shkëlqen si gjithmonë. Shumë e bukur. A i do një se ki tash takimin e parë? A i dashuron qysh e ki takun herën e parë ashtë? Edhe më shumë. Edhe më shumë. Edhe më shumë. Cili është këtë cilësi i vërtetës që e dashuron? Më shumë se herën e parë. Qeci shumë e vështirë. Me thonë një, po janë shumë. Edhe me bo me fillu me i përmend do duhet ditë, net, zorë se do t'i gjej dot. Po ka dashuru marrëzit qaj ki bu këtë quni? Asi gjo. Qaj i bërë moj? Qesha, Vetëm kjo? vetëm qesha. Po i ke dhurë dashuri pa kushtën duket? Po. Sa mirë kur shokë si qifte aq të mirë, të lumtur. Ai është gjithë sekreti. Se tash nuk kemi shokë? Dashuria pa kushte është gjëja më e bukur që mund të shohësh. Edhe mund gjesh në ditët e sotme. Që ka vlerësove në kjo, të regam? Shikim të parë. Që ka vlerësove? Në shikim të parë janë më shumë se sa shikimi i parë, se kur je me një shkollë, me një klasë, arrin ta kuptosh tjetrin se si sillet, se si është rrit. Edhe kjo është ajo që ty të bën ndihesh sa më afër me ta. A në klasë ki po sa? Sa e pas ke rujt? E pas ke rrit për vete, primina, këto interesant. Pas simpatit ju? Simpatit e para, kështu, në klasë, ndodhe kjo? Në universitet. A në universitet? Në universitet. Sa bukur. Kur ishim dhe më të pjekër normal, mendja më e pjekur se në gjimnazi është gjithmonë me i lëvizshëm. Nuk je i pjekur në tru. Ka gjelozon a herë, kur i keni qenë fakultet bashkë, më të shiqu dikush, se qunat ka pak nejnë, përgjithsisht shqiptar gjelozajnë. Jo. Ne jemi shok në rreth parë, pastaj çift. A duhet pa tjetër t'jeni shok, për me konë qift? Normalisht. Ai është gjithë sekreti. Me e kuptu dhe me më kuptu kur flasim edhe kur diskutojmë për shumë çështje. Cilin një moment e kini për 4 vite një moment lumtur që është shumë moment interesant që ka ndodhë si qift. Momenti më i lumtur ndodhi Para të dielën. Hajde ta thuaj, na thuaj çka ndodhë. Unazën, Po, hajde kamerë fejesa, në kryen fejesa. O, sa bukur. E kryen fejesa. Ta bëni surprizë, fejesën? Jo, e kishim planifikuar Kishim bashkë. planifikuar. E kishim çdo gjë të planifikuar në rregull, me familje, me krejt. Siç i ka hije traditës, me familje, jo normal. Të trashëgoheni. Shumë faleminderit. Këtë dashuri ta mbani ashtu të gjallë, çu she keni tash.
Par qift interesant. Pas na haru kur kam pak si qift lumtur. Ke për të pa dhe më shumë. Ke vë pa më Ke shumë. për të a? pa, ke për të pa. Sa bukur. U kurorzuat me fejes, Po, martesën. kismet zotit, me qef, ama e shofim avash avash. E keni pas një kohë. Po, mas një farë periudhe ndoshta. Po këtë prindrimin, kur e keni planifiku? Në moshën Ah, që Ti e di shumë mirë, mundësit janë gjithmonë vështira për njerëzit, normalisht. Ka qenë kohë tjetër kur boshin nga 5 fëmijë dhe buke vaj e krive gjithë lumtur. Tash fëmijët kërkojnë më shumë. Ka ndryshu ka. Kështu që i kemi mendu, po Ka pas hapet. kemi. sa fëmijë bashkëtorët thotë që jo shumë fëmijë si baballarit tanë që shumë kanë bërë. Jo, se ka problem ai. Kishtë pasur në shirë një familje të madhe me pas. Kush nuk e do? Dashuria gjithmonë medhet për një familje sa më të madhe. A është patjetër një qift, domethënë i kompletuar nëse nuk ka fëmijë. Domethënë atë gjithë dashurinë ta frymëzoj me një Fëmijën ta jep Zoti, s'mundem me ta thonë. Nuk du me vonë ciklet dhe atë se ka shumë çifte që duan dhe nuk e kanë mundësi, nuk ja jep Zoti. Sigurisht është dhurat. Normalisht. Kjo është ajo pjesa që nuk mund ta them qofse janë të kompletuar ajo se mas mire e din ai pari, pastaj na. A është pjesë delikate kjo? Është pjesë delikate nëse diskutohet për pjesën e fëmijëve dhe për pjesën e çifteve që nuk kanë mundësi të kenë fëmijë. Është pjesë delikate. Që është e vërteta. Është goxha pjesë delikate. Unë po dua në fund dy mesazhe të marr nga tash bashkëshortja jote e ardhshme. Të themi, a mundi pa bashkëshortja jote e ardhshme? Bashkëshortja e tashme, E tashme. edhe e ardhshme. Edhe ardhshme. Trego atë modelin si duhet me qenë një qift i lumtur, pa zënka, pa ato çka po ndodhin, pa tradhtia, pa gjitha që na mbuluan shumë. Më pa komplekse dhe sa më drejt për drejt, me atë që i thunë bashkëshortes, bashkëshortit. Ajo që është duhet thonë. Poja është po, joja jo është. Unë me këte parimet. Jesh mesazhit? Mesazhi. Buzëqeshni, kini besim të njëri tjetri dhe shok në fund ditës, pastaj çift. Çfarë energjie na dhat. Më lat me dëshiru me shiju këtë intervistë. Uroj më të mirat. Kënaqësi. Shpresoj që Kënaqësia të jo. dasim të shihemi. A do na ftoni si media? Faqen më të madhe historitë jetës. Sigurisht me kënaqësi do ju ftosha. I bëj fala Durrësit shumë, Shqipërisë shumë. Mirë e keni pritëm, gjanë. si gjithmonë, porta në hap, mirë pritëm. Tash shumë, ju uroj më të mirat. Ju të shëndes. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit Gjithë shumë. mirat.